Dy nga zonat më të njohura turistike të Veriut, Razma dhe Boga, po përballen me mungesë energjie elektrike që vijon të jetë një nga shqetësimet kryesore për këto dy zona, duke krijuar vështirësi si për banorët, ashtu edhe për vizitorët e shumë që ndollen në këtë zonë. Sipas banorëve, ndërprerja e energjisë ka nisur prej 72 orësh dhe nuk ka patur asnjë njoftim zyrtar nga operatori shpërndarjes për shkakun apo kohën e rikthimit të energjisë elektrike. Mungesa e dritave ka ndikuar ndjeshëm në aktivitetet turistike, pasi shumë biznese, bujtina dhe struktura akomoduese në këto zona janë detyruar të funksionojnë me gjenerator, duke përballuar kosto shtesë dhe vështirësi në ofrimin e shërbimeve për vizitorët. Në një kohë kur flitet për zhvillimin e turizmit malor dhe promovimin e destinacioneve natyrore të Veriut, situata krijuar në Razëm dhe Bogë tregon se problemet infrastrukturore vijojnë të mbeten një pengesë reale për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Banorët dhe operatorët turistik kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe një zgjidhje të qëndrueshme të furnizimit me energji elektrike, në mënyrë që raste të tilla të mos përsëriten gjatë sezonit turistik. Thuajse çdo vit situata është e njëjtë si për Razmën dhe Bogën, ku me nisjen e periudhës së stinës së vjeshtës dhe të dimrit, situata vjen duke u përkeqësuar. Mjafton një prishje e lehtë e kohës për të shkëputur energjinë elektrike që në këtë zonë mungon edhe me ditë të tëra. Kjo është një kosto shtesë për turizmin, por dhe për banorët, të cilët kanë zgjedhur të jetojnë në këto pika turistike.